E verdh për loperamid, që do të thotë të përdoret me shumë kujdes dhe në mbikëqyrje është rasti. Kur po humbisni shumë lëngje, bashkë me to edhe vitaminat dhe elektrolitet e trupit tuaj. Në një rast të tillë, ndonë se po merrni mjekim për ndalim të diarres, sërish, marrja e lëngjeve është primare dhe shumë e rëndësishme. Bisedoni me mjekun dhe ose farmacistin tuaj rreth terapive të rehidrimit, pra për të zëvendësuar lëngjet në mënyrë të shpejtë dhe efektive. Kjo është një video e shkurtër apo shorts për të ndjekur të gjitha rastet me ngjyrë të kuqe, me ngjyrë të verdhë dhe jeshile të loperamid, barit aq shumë të përdorshëm për lehtësimin e heqjes së barkut apo siç quhet ndryshe diarres. Kërkoni në Google ose YouTube duke shkruar e kuqe për loperamid, e verdhë për loperamid ose jeshile për loperamid, ku të gjitha fjalët shkruhen bashkë, pa ndarje. Kështu ju do të hyni në kanalin ton Semafori Barnave dhe aty do të gjeni gjitha videot e shkurtëra dhe me informacion shumë të dobishëm për ju. Nëse e shikoni të vlefshme, bëni subscribe. Faleminderit.